Përkallëzimi i presionit amerikan dhe Venezuelës gjatë presidencës së Donald Trumpit nuk mund të kuptohet si një reagim i izoluar apo i rastësishëm ndaj zhvillimeve të brendshme në Caracas. Edhe pse arsyet e Trumpit për sulmuar Venezuelën janë droga dhe pushteti jo legjitim i Nicolas Maduros, ky kërcënim, sipas ekspertëve, është një alibi e njëjtë me atë të pushtimit të Irakut nga SBA-ja në vitin 2003, kur akuzat e fabrikuara nuk u takuan me realitetin pas pushtimit paligjshëm nga SBA-ja. Edhe pse Shtetet e Bashkuara janë prodhuesi më i madh i naftës në botë, Venezuela mbetet strategjikisht jetike për shkak të rezervave të saj gjigante energjetike dhe minerare. Ajo zotron rezervat më të mëdha të provuara të naftës, si dhe pasuri të mëdha ari, koltani, bakri dhe minerale të rralla të domosdoshme për teknologjitë moderne. Çështja nuk është furnizimi amerikan me energji, por kontrolli gjeopolitik i burimeve. Sulmi ndaj Venezuelës duhet parë edhe si pjesë e konfliktit më të gjerë global mes SBA-s dhe rendit multipolar në formim. Caracas ka forcuar marrëdhëniet me Pekinin dhe Moskën, është përfshirë në projekte alternative financiare dhe energjetike dhe ka refuzuar hapur diktatin amerikan. Agresioni ushtarak i Donald Trumpit ndaj Venezuelës, sipas ekspertëve, nuk buron nga shqetësimi për demokracinë apo luftën kundër drogës. Ai është produkti një strategjie më të gjerë për ruajtjen e hegemonisë amerikane, kontrollin e burimeve strategjike dhe frenimin e rendit multipolar në ngritje.